Mund të konsumohet lagna nga të gjitha? Ka ndonjë, për shembull ata që kanë probleme aciditet ose diçka që duhet i shmangen pak më shumë laknës trushi? Për shkak që nuk ka ufull, edhe ka sasi të kripës mjaftueshme, nuk ka nevojë me pas kufizime ata që kanë aciditet, përkundrazi përmban probiotik edhe rregullon komplet florën. Çka duhet me pas kujdes, për shembull personat me hipertension, duhet me pas kujdes mos me përdorë sasi të lartë të lakrës për shkak të kripës që përmban ndoshta ndosë pak më të madhe, po në formën që jemi të e bo, nuk ka problema, dhe nëse ka sasi të vogël të kripës. Në më thënë komplet sasinë e kripës që na kam bet, e shtojmë të ena që kemi me... Shumë shpesh ka receta lenë, lakna trushi, përdoret për gjell me lakna, përdoret për pite me lakna. Sa rekomandon ti se është, unë e thash edhe më herët, pavarësisht që s'ka ufull, atë aciditetin e vetë e ka për shkak fermentimit. Është e vërtet. Bën për shkak shijes, po normal mirë kishen me u përdore freskët. E freskët. Lakër gjell po, bën, për shkak se nëse bujmë zakonisht buhet me ashtë të lopës, ose të viqit, varet që qysh e kanë, edhe kjo është përparësi për arsye se arrin me marrë edhe kolagjenin. Normal, në atë periudhë degradohet sasia e vitaminës C që e përmban, po fibrat që i përmban lakra, kur bin kontakt me vajin e ullirit edhe kur zihen, ato rritet se cilën herë ma shumë, kuptohet në ndikim temperaturës edhe probiotik për shkak që janë baktere të gjalla ka mundësi mos me qenë nivelin e duhur, po vlerat ushqyese tjera, fibra kryesisht fillojnë me ju rrit.